Rreth 1000 fëmijë nga zonat rurale të Lezhës u surprizuan këtë ditë nga ardhja babagjyshit të vitit të ri, i cili u shpërndau atyre pako festive. Elfët e organizatës Round Table Albania udhëtuan në disa shkolla të njësive administrative për të takuar nga afër fëmijët dhe për të parë buzëqeshjet e tyre teksa zbulonin surprizat e përgatitura nga bashkëmoshatarët e tyre në Gjermani. Realizimi i kësaj nisme u bë i mundur fal koordinimit të Bashkisë Lezhë dhe Drejtorisë Rajonale të Arsimit, të cilët ofruan çdo lehtësi që pakot festive të mbërrinte tek fëmijët. Presidenti i Christmas Package Convoy u shpreh i lumtur që ndollej në Lezhë dhe që pa nga afër gëzimin e fëmijëve teksa merrnin dhuratat. Kemi 5 ditë rrugësh me gati as pak gjumë, 2 ditë kemi udhëtu pas një neles nga Gjermania deri në Tiranë. 3 ditë që shpërndajmë dhurata nëpër qytete dhe shumë i lumtur dhe krenar për çdo që ka kontribuar që ne të ishim këtu. Ndërkohë, presidenti i Round Table Albania, Dashmir Sula, tha se ky është vetëm bashkëpunimi i parë dhe se janë hedhur tashmë bazat për një bashkëpunim afatgjat. Për ne ishte eksperjenca e parë që nisëm këtë iniciativë dhe me të vërtetë feedbacku që kemi marrë në fund të kësaj iniciative ishte një gëzim pa mas kur shihnim sytë e fëmijëve që mezi po i prisnin këto dhurata dhe mendojmë që dhe për ne ka qenë një realizim shumë i madh shpirtëror. Për gjithë djemtë e Round Table Albania ishte një kënaqësi te masa e madhe dhe shpresoj të jetë një vazhdueshmëri dhe për vitet e ardhshme. Pakot festive u shpërndan për fëmijë të moshave 3 deri në 11 vjeç në shkollat e njësive administrative të Bashkisë Lezhë. Për angazhimin dhe mbështetjen e dhënë për fëmijët lezhjan, kryetari i Bashkisë Lezhë u akordoi certifikata mirënjohje 2 grupimeve të përfshira në këtë iniciativë.